shembull ju e dini, domethënë Drele Gizi, Etem Ruka, Arta Dade, Maqila Krori, figura tash i ngelen canga këta dhe këto me këtë lloj sistemi që këto kanë stis, i kanë qitë atje në luftë, stis sigurt disa nga këto do skartohen. Normal. Edhe kështu që e majta sa po vjen edhe domethënë po ngelet vetëm. Shoqëri që kanë dalë ca forca politike të reja, cilët më sa shohin atë majt real, sepse duhet që në skenën politike të ketë pluralizëm, të ketë majt, të ketë djathë, të ketë jam plotësisht dakord. Problemi është ishte bëjnë zhvillimit të vendit. Në anën tjetër, a mendon se Partia Demokratike, që për fillimeve të saj dhe në vazhdim, edhe sot me premtimet që është parti me filozofi të djathtë, kjo është paradoksi, po të vesh reti programin e Partisë Demokratike, domethënë 100 ditët e para, minimumi etik 200 euro, rroga minimale 500 euro, paga mesatare 1500, do të thotë që është më afër shtresave, të cilët përfaqësojnë të majtën. Se po t'i vjen re, në shumë deklarate janë për shembull supozojnë të hiqet trau i rrugës Kombit e tjerë, pra këto e qenë më afër të majtës. Megjithatë, kështu që është çik paradoksale kjo punë në Shqipëri, unë kështu e konceptoj. Nëse unë mendoj që nuk ka pas vendimin tim se si unë kam qenë politik deri tash. Edhe mund të jem të ardhmen se jo shumë aktiv, për arsye se unë kam hek dorë nga mandati për të qenë. Mirë që solli këtë. Por sipas mendimit tim, unë e gjykoj që ka një farë kontrate në politik, do të thotë që një grup njerëzish apo politikanësh bën aleancë me një grup tjetër, duhet i përmbahet aleancave, gjë që edhe kjo nuk ka background pozitiv. Si ke majta, si ke djadha, ka një që shkelin. Unë për këtë pjesë nuk toleroj, për vetë jam manjak i fjalës së dhënë. Edhe me sa di unë për 20 e ca vjet që unë jam pjesëtar. Që tregon një burrni. Unë kam marrë këtë, domethënë kontratë që po themi, të aleancave. Jo kështu fluide, po aleancave reale. Tash se sa kam unë përfaqësuar majtën apo djathtën nuk e di. Shumë njerëz më thonë ti je i majt, sepse mënyra e komunikimit për kraje edhe vetë partia agrare si mundën të jemi tillë, po nga ana tjetër edhe unë jam si qenë paradoksale sepse vi nga biznesi, biznesi i madh kështu. Mirë, po nuk do të thotë ka. Ti si specialist i mirë mund më japësh me gjëmendje për saktë, jam i majt. Do të thotë si jo që je biznesmen dhe je po djush me dy komët më mirë është. Po.